Mirë dita Shqipe, sot është 8 marsi. Unë ja u bëra një dhurat vajzave të mia, ose ëngjëve të mi. Janë dy, vajza ime dhe bashkëshortja ime, dhe do të dëshiroja që t'ju informoja për disa gjëra që ja vlen për ta diskutuar, sepse ky është një argument tepër delikat. Dita e 8 marsit filloi që u vendos në vitin 1977, por ishte si mund të quhet prenotuar që në vitin 1908, si një ditë e shënuar për të kujtuar ditën e grave. Sepse ashtu siç e dim, gratë janë të nënshtruara prej vitesh. Po pse janë të nënshtruara? Duke qenë ato nënat tona, motrat tona, duke qenë bashkëshortet tona që na japin familje, na japin fëmijë. Pse duhet jenë të nënshtruara? Për çfarë arsye? Nëse motra juaj martohet me dikë dhe ai mashkull e nënshtron, e vret, e qëllon, apo ku ta di unë, e trajton keq, ju si do silleshit? Dhe nëse do sillesh dikush keq me nënën tuaj, ju çfarë do të bënit? Pra e njëjta gjë është edhe me bashkëshortet. Bashkëshortet tona janë ato që na japin jetë, janë shtylla e familjes, janë gjithçka. Pra bashkëshortja nuk është ajo që mendon dikush, sepse e them këtë sepse edhe pse gjërat kanë ndryshuar kohët e fundit dhe në vendet jo të zhvilluara vazhdon akoma sot të nënshtrohen gratë, por është për t'u theksuar që gratë në pothuaj 50% të popullatës në botë janë të nënshtruara. Dhe e dini pse? Sepse mashkulli, duke qenë i fortë fizikisht, kujton se di gjithçka. Por ai që është i zgjuar nuk ka nevojë që të ushtroj forcën. I zgjuari e bën me zgjuarsi. Pra një i zgjuar ose një e zgjuar e zgjidh një problem me zgjuarsi, jo me forcë. Me forcë e zgjidh vetëm ignoranti, sepse ignoranti nuk di se ku mbahet, pra nuk ka se si të sillet, e vetmja mënyrë është forca. Madje do t'ju them, unë jam i bindur, sepse kjo është edhe shkencore, bile kohët e fundit ka dalë edhe publikisht, nëse doni ta kërkoni e gjeni, që truri i femrave funksionon shumë herë më shumë se sa i njeriut. Pra i zgjidh problemet dhe gjërat shumë më shpejt se ajo e mashkullit. Pra mendja e femrës është më e zgjuar në sintezë. Nëse femra është më e zgjuar, mashkulli duke kuptuar që është më pak se ajo, atëherë ushtron dhunë. Ky është mendimi im. Më thoni nëse unë kam gabim ose jo, dhe kush është rasisht, le di bëj like faqe si të shihemi sërish dhe diskutojmë për argumente të rëndësishme. Sepse ju thash, këto vajza, këto gra janë motrat tona, janë nënat tona, janë kushërirat tona, janë bashkëshortet tona. Pra pse duhet të trajtohen keq? Për çfarë arsye? Pse duhet të përdoret dhunë në to? E përsëris, janë 50% të popullatës në botë që trajtojnë keq gratë. 50%, e dini se çfarë thotë? Mbi 4 miliard njerëz. Dhe unë mendoj që nuk është e drejtë. Ja u them se përse unë që i vogël, dihet kjo, e din që të gjithë që i vogël, kam qenë ndryshe. Kam qenë ndryshe sepse i kam respektuar gjithmonë. Nuk kam ngritur kur dorën. Dhe nëse nuk ka pëlqyer diçka, okay, jam larguar dhe kaq. Por sot unë dua ta kujtoj këtë ditë, jo sepse për të mburur, por siç ju thash, kam dy ëngjëj në shtëpi, vajzën time dhe bashkëshorten time, dhe dua t'ju dhuroj këto dy gjëra të vogla, dy buqeta të vogla, vetëm për të kujtuar këtë ditë. Pra që i dua fort dhe jemi një familje. Pra që dashuria është reciproke, ashtu siç ato më duan dhe unë i dua. Do dëshiroja që një buqet t'ja çoja edhe nënës time, por gjendet në Shqipëri, është shumë larg dhe unë nuk mundem, por u dëgjuam që në mëngjes dhe e mora në telefon. Do të dëshiroja një komentin tuaj se çfarë mendimi keni për ditën, siç ju thash, të 8 marsit. Dhe nëse dhe ju keni bërë ndonjë buqet me lule, kështu, me këto mimozat, për të kujtuar ditën që i doni fort gratë që keni pranë jush, qoftë
nënën, motrën, bashkëshorten, a e keni bërë një dhurat, apo jo? Dhe në qoftë se nuk i keni bërë, do të dëshiroja një diçka. Në qoftë se dëshironi, është për të mirën tuaj, nuk është për mua. Të shkoni dhe ta përqafoni, kushdo qoftë, dhe ti thuash edhe një gjë të vogël, një budallëk të vogël ti japësh që ta kujtoj që ti e do ashtu siç të do. Çfarë do lloj gjëje qoftë, edhe gjëja më e vogël. Pra edhe nëse nuk keni mundësi të një mimoze, edhe një fjalë, edhe një gjest i vogël. Pra mjafton një gjë e vogël dhe ai gjest jo vetëm do të ndryshojë dashurinë reciproke mes të dyve, por do ndryshojë dhe jeta juaj. Jeta juaj. Pse ndryshon jeta juaj? Sepse duke e bërë të lumtur tjetrin me një gjest të vogël, ta rikthen. Ta rikthen për 3 herë. Vireni re. Pra në qoftë se i vini re, në qoftë se ju përqafoni dikë, edhe nëse nuk ju do, dhe ju e përqafoni, ai njeri do thot, po ky pse më përqafoi? Dhe do filloj të mendoj. Pra mendimi do ta çojë që ti e respekton dhe e do. Dhe kjo do të bëhet reciproke. Pra do dëshiroja, siç ju thash një komentin tuaj për këtë argument, sepse prek secilin prej nesh kemi nëna, kemi motra, kemi bashkëshorte dhe ato janë pjesë e jetës sonë. Dhe mund të them me plot bindjen që janë shtylla e një familjeje, janë shtylla e dashurisë dhe janë pa nënat dhe pa motrat dhe pa bashkëshortet tona nuk do të kishte jetë në këtë planet, sepse ato lindin jetën. Kështu që unë ju përqafoj të gjithëve, do dëshiroja, siç ju thash, një komentin tuaj këtu në këtë video. Çfarë mendoni ju? Çfarë të doni ju? Sepse duke bërë një koment, duke shkruar një koment, qofshi ju edhe femra, në qoftë se do të ishte mundur, pra përveç meshkujve, këto komente të përbashkëta, ato diskutime të përbashkëta, rrisin jo vetëm lumturin në gra dhe në burra, por edhe lumturin në botë, sepse mes çifteve, çfarë ka tjetër përveç lumturisë? Ne kemi ardhur lakuriq dhe ikim lakuriq, asgjë nuk çojmë, nuk marrim me vete, as të sjellim dhe as marrim me vete. Kështu që gjëja më e rëndësishme është që të jetojmë mirë në këtë jetë. Po si jetohet mirë? Duke respektuar njëri tjetrin. Duke i dhënë njëri tjetrit, nëse të ka dhënë diçka, jepi dhe ti diçka. Pra, nëse ajo bashkëshortja juaj ju ka falur fëmijë, është mirë që edhe ju t'i thoni një mirëmëngjes, mirëdita, mirëmbrëma, ose faleminderit. Janë thasht gjeste që duket sikur janë banale, por janë tepër të rëndësishme. Kështu që pres komentet tuaja. Kalofshi një ditë bukur, gëzuar festën, edhe pse kjo nuk është një fest, por është një ditë e shënuar për të kujtuar, si thash, në shtrimin e grave, por unë nga thellësia e shpirtit them gëzuar 8 marsin të gjitha grave dhe pres komentet e meshkujve. Ju përqafoj, ditën e mirë.